Por për një marrëdhënie që artistë të skenës e të ekranit e kanë me entitete televizive edhe kur ato janë të shkëlqyera. Kur ajo vazhdojnë gjatë, edhe arsyeja pse. Ka që e varfër është jeta artistike në nivelet të tjera, Marini, që ju vazhdoni të kapeni me ganxh, prapa një program i cili sa bën? Ka për një 22 vite. 22 vjet. Unë 23. Me thënë drejtën, ati është diçka që, me thënë vërtet drejtën, e kemi ngritur nga zero. Është diçka që e duam, unë i pari. Me qenë do isha nga të para që do kisha lëviz. Ka të njëjtin impakt në publik? Është rikthyer këto 2-3 sezonet e fundit për shkak të një marketingu, të një publiciteti të mirë, sepse para 2-3 vitesh patëm ca edhe neve kishim rënë një qetësi që njerëzit e shohin e tjerë. Po Portokallia është përpjekur të paktën sipas meje që gjatë gjithë kohës të evoluoj. Shiko, në fillim ju kishit një audiencë shumë të ndjeshme, më të lecuar, po mendoj 22 vjet përpara. Po aktualisht publiku televiziv sot është ai që është, ne të gjithë e dim si është, edhe pse nuk e themi. Dhe mund të kërkoj që ju ta ulni nivelin, jo vetëm nivelin e humorit, po ta rrisni pak nivelin, artificialisht nivelin e shakave të pavëndme, fjalëve pak a shumë të dyshimta që përdoren. Ka ndodhur kjo? Pra ka një shqetësim aty? Ka një shqetësim, po e para punë unë do ngrej një problem tjetër. Kjo vjen më shumë të për rrjeteve sociale. Ku një person në TikTok, po marr rastin më të mirë të rrjeteve sociale, shikon 60 histori për 4 minuta. Dhe janë histori shumë të shkurtra, të cilat në raport me numrin e popullsisë botës janë krejt pa konsiderueshme. Dhe ai mësohet me gjë. Lëviz vetëm gishtin. Hec. Ndërkohë që këtë bën ai edhe me shfaqjen e madhe? Ai nuk bën, nuk ka kohë ta dëgjojë më. Nuk do ta dëgjojë më. Ka vendosur të mos ta dëgjojmë. Po, ka vendosur të mos ta dëgjojmë më, dhe për mendimin tim ky është dhe problemi në fakt me vetë rrjetin social, po ose po të them një citim të këtij Johnny Depp, që kur e pyetën më thanë, ç'njeti me 25 milion ndjekës dhe Kim Kardashian 800 milion. I tha, unë punoj me fyt, vajza punon me diçka tjetër. Shiko, ndjeni ju të njëjtin ballafaqim armiqësor të rrjeteve ordinare sociale, të terroriste. Ky është problemi që ne kemi marrë që keq këtë punë. E ndjeni ju edhe si aktor të teatrit? Atë doja të thoja, imagjino ti marrësh ti çosh në teatr. Do vdesi. Më ka ndodhur dhe ju doni që ata të mos vdesin. Më ka ndodhur në një shfaqje teatri, hoqë edhe kputucët ai, hoqë edhe xhaketën, filloi duke ngrënë dhe byrek. Në një festival kanë skuqur vezë në nivelin midis balkoneve dhe plates. Po çfarë të them pa tani? Bënte ai gjalpi top ose vaj keq i duhet ishte se. Dhe në këtë kontekst them, ajo që thuat ti përpara disa vitesh ishte mirëpritur, ishin sepse bëshin pjesë e historisë, e dëgjonin. Tani nuk kanë kohë dëgjojnë dhe i kanë marrë për keq kjo çështje e rrjeteve sociale. Hetën do të shohë shpejt. Do t'i kthehemi Marinit shumë vite përpara. Dhe në këtë rast, jo domosdoshmërisht kam një kurreshtje për ty se të njoh. Tani do më thuash si ka qenë kjo vllazëri gjithmonë. Me thënë të drejtën, Adi, unë hap pas hapi kam ndjekur ti vëlla. Në muzikë, në pikturë. Dhe këtë e ke bërë pa u fshehur? Jo, pa u fshehur. I ke dhënë shqetësim atje? E bukura ishte që ai ka pas qejf dhe të vishë dhe bukur në atë kohë. Edhe unë çfarë bëja? Për shembull, këtë bluzën e bardhë vllait, ai nuk ma lente ta vishja. Edhe unë çfarë bëja? E leja ke dritarja gjyshes, dilja me kanatier. Ku po shkoj me kanatier? Peja se do lëmë çik top. Diçka e merrsha ke dritarja e vishja. Ja vishja unë rrobat. Kuptoj që e merrte vesh. E merrte vesh deri mbas 2 vjetësh, pastaj filloi të rasti bobi. Vazhdon sot që jeta ka ndryshuar, keni krijuar familjet tuaja. Vazhdon marrëdhënia midis vëllezërve gjithmonë ka bërë kurështar. Është ku digjë unë nuk kretot pa të. Besoj se dhe i më vjen mirë që ti e perifrazon kështu. Shohim një foto tjetër. Dhe kjo është arsyeja pse ti je sot këtu në fakt.
Por akoma s'kemi dashur shumë, ti e di shumë. Unë e di këtë. Dje ne ishim në një rreth miqësor me Palin, me Zerinën. Edhe atje i thashit vjen Marini dhe aty u fol për Averdita Haverin gjatë, për fakti që ishte një nga vajzat më interesante duke qenë bjonde, ajo ishte folse, tha Zerina, pastaj Pali thoshte që ajo ishte kameramane, operatore, dhe në fakt ashtu ishte vërtet. Po si, kur e lexon sot, që nuk është më, si e lexon si personazh? Është çdo burim, mirësie, shkollimi, humanizmi i kam prej kësaj gruaje. Mund të jetë nga njerëzit më human që kam njohur, gjithë për nënën e tyre ashtu do flisnin, por më besoj që kam shumë histori me të, ku jo vetëm kam mësuar se si duhet të jesh në jetë, por më ka thënë shikoj gjërat me pozitivitet. Edhe unë e kam atë gjithkohës fjalët asaj më dalin. Kur kemi bërë intervistën e fundit dhe kam përshtypjen që ka ndodhur në Top ndoshta. Në Top kemi qenë, po. Dhe është përmendur Haveri, ti më ke thënë që do të duhej të kishe treguar më shumë afërsi me të... Të doja të rria pranë saj më shumë, po shkolla, puna, filluan gjërat shumë shpejt. Dhe ndërkohë ajo më thoshin... Largimi nga jeta shumë agresiv, në sensin që... Agresiv një dhe dyta nuk mund ta shikoj... Ultimativ të ta kisha quajtur. Nuk mund ta shije dot një grua që të fortë, një grua që të bukur, të shkatërrojë në atë mënyrë. Kishte dobësi për djalin e madh? Më shumë ka pas për të. Se unë isha harakat i shtëpisë. Unë isha, e shikon, mu më qesh menja që kalama. Por nga ana tjetër, me thonë të drejtën... Ti e di çfarë punë bënte ajo? Jo, po unë isha fluturaku i shtëpisë, unë s'kisha në mendje, unë isha si puna zog korrent. Ka ndikuar ajo që ti të bësh profesionin që bën? Do të thënë shkollën që bën, ose më ka marrë, neve patëm vetëm një shenjë për të justifikuar mungesat në gjimnaz, se ndërkohë ishte edhe në ndërtoresha gjimnazit Partizani. Unë u futa te grupi teatrit. Po do të qeja mirë atje. Dhe më thatë pak, më bëu aktor, më ka lidhur me Drita Pelingun, e shkret dhe ndjera. Shkojmë në foto tjetër, duke qëndruar pak në këtë tonalitet, Marini. Ja, kjo është foto për të cilën kemi folur. Do me thënë, të mendosh që kjo ka ndodhur në studion, në një nga studiot e radio televizionit, nuk e di eksaktësisht ku, një tjetër atmosferë, një tjetër... Sa bukur më janë duke qeshur gjithë moral. Po, ka qenë një rini e jashtëzakonshme me një entuziazëm të madh, duke punuar në një vend fare të veçantë si radio televizion. Radio televizioni pastaj ishte, nuk di ça, shtëpia më e bukur e artistëve. Shiko, çfarë di ti për këta njerëz? Unë di shumë pak për ta, me thënë drejtën, por di të them që kur flisha me Dritën e Shkret, ajo më tha, Marin kanë qenë periudha fantastike. Kolegë të dashur, njerëz të bukur, profesionistë, pra gjithçka shkonte për të dashurisë. Ajo më vonë nuk punoi në televizion, e ndiqte televizionin me vëmendje, me kujdes? E ndiqte shumë me vëmendje se Drita është larguar keq prej televizionit. Madje ka humbur edhe një fëmijë në kohën që ka qenë babai Fatos Nanës, drejtor. Okej, Fatos Nano. Po, neve patëm të dy gjyshët unë i patën në Burg, edhe ai ka bërë një... Haverët, po edhe nga babi. Pas ke qenë i nxirr nga të gjitha anët? Jo, isha kështu, unë dhe një çam ke lagja na shifshin si zgjebe. Na shifshin si zgjebe. Largimin nga televizioni e kanë pësuar disa njerëz dhe e kanë ndjer shumë më fort se sa largimin nga institucionet të tjera, ndoshta nga që radio televizion ishte si kur punoje thoshte Moza Musaraj të punosh në radio televizion do thotë si kur të punosh jashtë shtetit. Por zotin ashtu. Dhe mendoj që kishte pasur sepse edhe njerëzit ishin nga jashtë shtetit. Se edhe njerëzit me mentalitet ishin teknologjia mbas. Dhe ajo e vuajti shumë, i bën një mbledhje të famshme, i madhe ka prit poshtë 2 ditë e 2 natë. Në televizion e kanë bën mbledhjen. Nuk e çuan pikën e fundit për ta futur në Burg, se s'kishim pse ta fusnin në Burg. Por e larguan nga puna dhe më pas filloi punë mësuese letërsie. Bëri shkollën. Do të thënë, ajo ishte prezantuese, folse
në studio, por pastaj vendosi që të punonte, ose vendosën të tjerët, me sa duket edhe për ta shpërtuar, po ishte edhe interesante të punoje kameraman o kameramane në atë kohë. Po, ka pas një të bukur që festivalin 11 ka patur për ta prezentuar drita, po ka qenë 7 zënë, dhe nuk e ka... Ti e di emrin e gruas tjetër që ishte kameramane si Afërdita Haveri, ose Drita Haveri? Ja. Edhe unë jam keq me emrat. Edhe unë keq jam, po me që ma përmëndën dje. Quejzina Kolaneci. Jo. Quejzina Kolaneci dhe ishte kameramania e dytë e radio televizionit shqiptar. Do më thënë, ishte një institucion shumë i përparuar dhe i avancuar. Shumë interesante. Të jetë një grua që vë syrin në lente për të zgjedhur planin dhe për të punuar në atë atmosferë, shumë interesante. Unë dhe montazhierët zakonisht janë femra. Po pa tjetër, një pjesë e madhe. Do të si mund ta bëjmë montazhin. Gjithë se ne po diun na duket se burrat e bënin gjithë. Po futbollin e luajnë. Po. Kjo është dita e martesës dhe tani duhet të të bëj një pyetje duke jo ti si Marini si djali, po Marini si aktor ose si artist, si djal me, le të themi kështu me, si me të që mund t'japësh një vlerësim. Shiko, Drita Haveri, jo domosdoshmërisht, sipas standardeve të kohës që jetojmë, jo domosdoshmërisht ishte një grua e bukur, po ishte jashtëzakonisht interesante. Bjonde, e veçantë, me portret interesant, por do të flasim dhe për babain më vonë, ajo e ka mbajtur vetën si një grua e veçantë? Të betohem që jo vetëm e mbante, por me shumë modesti. Do më thënë, po ta qëmtoje, e kuptoje që ajo e dinte çfarë ishte dhe çfarë përfaqësonte dhe çfarë donte të bënte. Por në të njëjtën kohë ishte edhe shumë modeste. Çështja e qytetarie. Tani vim tek zoti Orhanasi, i cili në ato vite konsideroi një nga djemt e veçantë të Tiranës. Ka luajtur dhe filma me këto mustaqe dhe la Clark Gable, ai jam i bindur që patën këta të dy një jetë interesante. Kanë qenë të frikshëm të dashuruar. Deri ditën që Drita ishte në këmbë, ata ditë se ndjeve ti domosdoshme të përdorësh përcaktimin frikshëm. Sepse e shoh me gruan time, domethënë përpiqem të fshihemi njëri tjetrin në shumë raste. Por shqiptarët humorin e marrin të vërtetë, kështu që futi një filtr. Duhet më u shpjeguar. Ideja është që deri ditën që Drita ishte në këmbë, ata vazhdonin dhe dilnin pas dite për pas dite me njëri tjetrin, dimër verë. Shkojmë një foto tjetër dhe pyetja ime për këtë burr interesant është kjo. Ka qenë për ty prezent, e dyta ka qenë natyrë liberale, ka qenë kërkues, ka qenë natyrë impozante. Si më thënë, si ka qenë si personazh? Realisht të impononte një qëndrim kështu të një burri shumë serioz. Por nga ana tjetër ishte më toleranti dhe më burri më me humor që kam njoft. Të paktën nga shokët e tij dhe çfarë kisha baballarët e shokëve të mi. Kishte një humor të papar, ishte krejtësisht liberal, por nga ana tjetër nuk di se ta përkufizoj, po më mirë do thoja që një burr i lirë. Por në pamje pasaj të jep të përshtypjen se ishte dhe jurist. Do më thonë sigurisht që i jep të peshë dhe profesioni, po nga ana tjetër ishte dhe muzikant, ishte dhe inxhinier teknolog, se kishte 3 fakultete, çfarë ti bëj? Dhe më tregonte se si i ka fituar fakultetet të qeshës, ne të persekutuam dhe i ka hyrë Xhelil Gjoni në zyrë. Në atë kohë i ka hyrë Xhelil Gjoni. Me të gjitha standardet e kinematografisë moderne, ky mund të konsiderohet një djalosh i pashëm. Ka qenë i ndërgjegjshëm ose ti ke qenë i ndërgjegjshëm? Po. Kush i ngjan kujt në momentin që flasim të këtyre dy prindërve? Vlla im i ngjan babit. Unë kur lë musteqi i ngjaj babit, kur bëhem si gruaja i ngjaj mamit. Pra kur bëj ato personazhe dhe grave. Fati i aktorëve që mund të shkojnë ku të provoj të dyja, mund t'i provoj. Shkojmë një foto tjetër, Marini, dhe natyrisht nuk mund të mos vinte kjo, se kam përshtypjen që këtu i kemi bërë gjithë
Tirana i ka bërë fotot, në mos po gjithë Shqipëria. Edhe ca shokët e mi të huaj këtu i kanë bërë fotot. Po në këtë rast, pyetja ime nuk qëndron me, se praktikisht e krijova përshtypjen se ç'është kjo familje në mes të Tiranës, përpiqet të jetoj me 2 djem që po rriten praktikisht. Kanë kuriozitet fëmijët e tu për jetën e këtyre gjyshërve? Më vjen keq që nuk i kanë njohur, me thënë drejtën, edhe djali i madh më ka thënë her pas here, gjyshi pas ka qenë gjithaj i burr, të risha me te. Ky ishte fati, por realisht më vjen keq që i mungojnë. Madje edhe nga krahu gruas, i vogël s'ka njohur tash po njeh gjyshin se i vogël, se edhe ai nuk e ka njohur gjyshin. Këta 2 jo. Edhe mirë keq më ndodhi siç më ndodhi mua, asun si kam njohur të 2 gjyshet, shumë pak. Të vjen mirë kur njerëz të radio televizionit flasin me simpati dhe respekt për sigurisht më bëhet zemra mal se mendoj që duhet të jetë një dhuratë e bukur që bëhet për të se bukur është. Madje edhe në lagje kur thënë basa çifti burr kanë qenë. Po si sel, shumë thënë. Kjo historia e çiftit bukur më ka pas bërë të mua përshtypje se e thonin për prindërit e mi. Kam një përshtypje që në atë Tiranë nuk e di si disa çifte bëheshin më të pashëm dhe më të pranuar në publik se disa të tjerë. Të kishin një lloj konstante interesante, përveç pamjes natyrisht. Po, por me ç'mbaj mend edhe kur bisedoja që i ngacmohesha her pas here, e janë trajtuar si shok. Kjo është formula. Pra janë të veçantë, jo domosdoshmërisht të pashëm. Jo, janë të veçantë, as pak, ka burra, gratë pashme sa duash. Thjesht ideja është që të sytë e tyre shikoja jo vetëm që ishin të duhurit për njëri tjetrin, por këte e shfaqnin haptas. Përpara se të kaloj në disa foto me personazhe të tjerë dhe njëra prej tyre mund dali më njëherë tani, kush është sipas mendimit tënd aktori më i mirë i brezit tënd? Olta Dagu. Okej. Vazhdojmë. Pse e ndjeve ti të domosdoshme të bëje këtë foto me Pavlinën dhe Piromanin? Sepse është diku pas një viti ndroje më pas, kemi qenë me mbledh gjithë trupe portokallis, morëm veshje dhe i kërkuam të takonim. Kemi ulur diku te një lokal te Pazari i Ri dhe më besoj që ato 2 orë që kemi qëndruar ishin ja 2 vjet leksione në akademi. Më besoj për këtë. Nëse ka pas një burr që ka bërë teatrin shqiptar, është ky. Cili ka qenë pedagogu o pedagogja që ka ndikuar më shumë në forma të ndryshme, subliminale ose direkte në formimin tënd? Altini kam pas edhe Mario Ashiku, se ishte binomi perfekt i 2 pedagogëve, po Altini. I solli krejt frymë të re gjithë akademisë. Pelingu? Pelingu, tani nëse flasim për nga përmasa, Pelingu më përgatiti. Pelingu më zbuloi, më shtyu, kurse Altini pastaj të formoi. Çfarë marrëdhënie ti ke sot ti me Altin bashkë? Shumë të mirë kam. E kam shumë të mirë. Gati, ti si ishte zëri nën, ç'a keti me atë? Vëlla mirë kam, domethënë. Jo, madje po ideja është që më besoj që ka ushtruar një gravitet të madh në komunitetin e aktorëve të Kush është regjizori Portokallis sot? Ilir Mohameta, i ka qenë asistenti i Altinit, ai vazhdon ta bëjë Portokallin dhe në fakt ai mund ta bënte sepse ai ka qenë afër nesh për rreth 4-15 vjet. Ka ndryshuar metodologjia e punës? Sa do pak? Jo, nuk ndryshon. Sepse metodologjinë e kemi shumë të mirë. Okej. Ku jemi ne këtu? Këtu jemi tek një produksioni digitalbit dhe është filmi Skanderbeg. Janë ato 10 puntatat e famshme. Po në të vërtet më besoj që unë vdes të luaj personazhe të këtij lloji. Historik, të cilët kanë një ngarkesë të caktuar, po? Historik, në këtë rast unë isha si thua një nga njerëzit, një nga përfaqësuesit e më të pashkolluarve të asaj periudhe. Qartë. Pra në një kuptim të pëlqen teatri epik, le të themi? Jo, më pëlqen më shumë më pëlqen teatri bashkëkohor. E kam luajtur shumë mirë Shakespeare-in, e kam luajtur shumë mirë gjithë klasikët. Është teatri në krizë? Jo. Jo. Publiku i teatrit? Publiku i teatrit, më beso Adi, po të vesh re, për çdo shfaqje shkojnë sold out. Po çfarë ndodh një gjë që nuk ka një diçka të pashpjegueshme që nuk i bind të gjithë. Duket sikur është një marrëdhënie re, një periudhë re e cila është e paqëndrueshme. Ka një gjë që lëviz.
Nuk di të ta përcaktoj, po di të them që dikur kemi pas sektësi edhe në përzgjedhje veprash. Domethënë mund të shifshet një jetën vepër 3-4 herë të vënë nga 3-4 regjizorë të ndryshëm. Tani ka shkuar bota përpara, ka vepra të mrekullueshme, ka aktorë shumë të mirë, ka edhe regjizorë shumë të mirë. Cila është pjesa teatrare që ka dhënë ty më shumë kënaqësi? Ose Amadeus. Atë e kam bërë në jetë, çfarë të bëj? Amadeus është. Më fol pak për marrëdhënien me Mondi. Mondi është dashuria e gjithë grupit Portokallis. Është, më besoj që në 60% ose 70% të rasteve është puna e këtij burri që shtyn ndoshta edhe aktorin ta interpretojë mirë personazhin. Vazhdon të bëjmë mrekulli si gjithmonë? Mondi bën 8 personazhe të reja vetëm brenda një jave. Edhe kjo ndodh të premten kur gjërojmë ose mërkurën. Çat ka thënë Sali Berisha për këtë se kam takuar? Se ke takuar kur në jetë? Ja kam takuar. A e ke takuar? Kam takuar. Patjetër, sepse i madh ka qenë nga themelues të PD-s, kanë qenë dhe miq. Ka pas ardhur në shtëpi. Por kam përshtypjen se kur imiton personazhe politik, nuk janë vetë personazhet që shqetësohen për këtë punë, por janë të tjerat, e kuptoj. Edhe ai madje ka një gjë të vërtetë, disa prej tyre ndërmjet tyre dhe Rama e ka kuptuar që sido që dali është një lloj reklame për të. Këtë ka kuptuar i pari Andreoti, ai u bërit një këtyre mezi u stabilizuan këta. Po me thënë të drejtën, kopimin, në kuptimin sjellja e një personazhi që është real në botën e komedisë duhet bërë perfekt që mos të ofendohet individi. Patjetër. Dhe unë mendoj që loja aktoriale varet nga loja aktoriale, është kështu apo ka faj njeriu gjithsesi? Varet nga loja aktoriale, po ne kemi disa detyra si aktorë, të cilat janë. Nëse Adi e çon një veprim deri këtu, unë do ta çoj më tej. Po që të marrë dhe nuanca pak. Ja, pak për mas. Po për shembull të marr rastin e George Bushit, kur bëri një fjalim të famshëm në New York, poshtë ishte ul sozia e tij, ai që imitonte, i tha çau, do vi unë aty. Edhe shkoi ky ul Bushi këtu. Edhe vazhdoi folej. Sigurisht për shumë elegancë. Njerëzit duan imazhin që duan. Patjetër. Jemi këtu ke Amadeus, ne? Po. Ka qenë një pse ka influencuar kaq shumë tek ty? Cilësia e suksesit apo natyra punës? Natyra punës, cilësia e suksesit ishin në kontekst çdo gjë. Pastaj më besoj që ka qenë një punë e frikshme, kam qef ta them kështu. Përgatitore, madje deri në detaje. Më duhet për shembull, unë nuk i bie pianos. Më duhet të mësoja të gjithë momentin ta bëja që të duket tek publiku sikur i bia piano, ndërkohë i binte dikush lart. Por e mësova aq perfekt. Mu desh mësoja frëngjisht, mësova dhe frëngjisht. E di sot atë pjesë? Ti bie me duar, duhet ta dëgjoj 2 herë ta bëj përsëri. Roli madh Amadeus. Nuk e mbaj mend si quhet aktori i famshëm që ky quhet janë diçka e tillë, po edhe ai s'ka bërë asgjë pas atij roli. U përpoq me. Po, patjetër. Dhe në fakt. Edhe pse Salieri ishte roli aty, po vepra është për Salieri. Po vepra është për Salieri. Mrekullia e tij, edhe ai e ka fituar rolin vetëm nga e qeshura. E qeshura është indikacioni i autorit. Nuk është e shpikur. Dhe aty vinin aktorë për kinopro dhe nuk këtë e ka dëgjuar duke qesh jashtë. Ai është i ka thonë, "Ma merr, ma sillni." Dhe ka marrë rolin. E ka bërë brillant, është lutur shumë për ta vënë atë vepër. Si e ka pritur publiku, se jo domosdoshmërisht njerëzit e njohin historinë e Amadeus, Wolfgang Amadeus Mozart. Çuditërisht e njihnin, paktën gjysmë atyre di që kanë ardhur spektatorë, kanë parë nga 4-5 herë. Dhe kjo është sa herë është dhënë shfaqje? 25. Kaq, dhe këtu është dhe e keqja pasaj e jonë që ne i vdesim shfaqet. Qa bëre ti me parat që more nga teatri Amadeus? Për të kujtohem, a i kam marrë apo jo? Sigurisht që i kam marrë. Por më besoj që kur më është ofru roli, nuk donin teatr që ta bëja unë, dhe u detyruam të thamë hajde bëjmë audicion. Kam ruajtur 3 foto këtu, sepse atmosfera ishte shumë e veçantë. Ngjyrat, atmosfera ishte që vinte. Është bërë një punë kolosale me kostumografinë dhe skenografinë. Ato kostumet vllai prisnin na vinin nga Venecia, dhe u qepën, shumica janë qepur nga një rroba qepës këtu. Këtu? Në Prishtinë.
Shkojmë në një foto tjetër, regjia të lutem. Tani, dy kanë qenë ambasadorët më të pasuksesshëm në Shqipëri. Të kapur me sekte e me grupime të veçanta që kanë folur paraqende dhe kanë ikur pa lavdi. Njëri është Donald Lu dhe tjetra është Yuri Kim. Çfarë donte ky njeriu në nivelin e artit bashkohor shqiptar? Bëm një numër, bëm një numër politik, mund të shohësh jam si Basha. Ku përplasëm Bashën, Afërsia e madhe e ambasadorit. Po. Gjithsesi. Dhe për këtë kam lënë një batutë të një nga personazhet që unë kam shumë qejf, Sharsi. E thash, o Donaldo, ku je ti më? Se na the peshku madh. Morëm tigonin, hodhëm gjithë atë vojë. Jo peshë, po hiqet e tij. Kush i pagu lekë të vojë apo? Kjo ishte gjithë logjika, por ky vërtet ka hik ashtu. Dhe ai ka ardhur në televizion, ai ka ardhur, ka vizituar, ka parë shfaqje, ka dalë në shfaqje. Ka dalë në shfaqje, me neve. Pra nuk lihet asnjë rast pa bërë show, gjithsesi në një vend të vogël si Shqipëria. Jo. Në fakt unë me këto ambasadorët e Amerikës i kam pas marrëdhënie shumë të mira, duke filluar që me Withersin të parin. Pse ai ishte poet dhe njeri i lidhur me artin. Atë e kuptoi. Ai kishte një lloj kështu pati nga që unë e imitova. Nëna ti e çmend të për ditë në telefon. Dhe më thriste të rezidencat, të lutem, të marr flasim me nënën time. Edhe fole? Iksha një herë në javë tek rezidenca, darkonim bashk, flisja dhe kur ka hyrë në shtëpi, ka qenë ka shkuar, i kam bërë një intervistë atje, ky foton e parë që hapet derën, një foto të madhe, ishte foto ime me të. Wow. Po. Shiko, unë nga të gjithë fotot mund të prisja që ti të bëje foto, nuk e di, me gjithë aktorët më të mëdhenj në botë. Por në një sens nuk e prisja foton me Kadaren. Ndoshta ka që mendoja që me Kadaren do duhet kisha bërë unë një foto. Kjo nuk është një çështje xherozie, por çfarë ndodh? Ishte kam patur një konflikt të madh për këtë foto në rrjetet sociale, ku disa prej tyre pretendonin dhe thonin që edhe në fakt kanë qenë miqtë e familjes time, por duhet të dim diçka. Kadaret. Ata që ishin kundër Kadares. Ata që ishin kundër Kadares. Sepse thonin se unë kisha qitur ndora postime dhe kisha shkruar diçka poshtë. Këti burri duhet t'ia vlerësojmë veprën se e ka shumë të madhe. Nëse ka njëri që na ka trumbetuar në përbot për të mira dhe për të këqija, po më shumë dhe për të mira, dhe një burr që me çdo vepër shpikte 4000 fjalë të reja, është ky burri. Si e interpretonin ata mos aprovimin e tyre në lidhje me këtë fotografi? Sepse do të thënë toni që ai ka qenë me pushtetin. Jo, përveç asaj, edhe merresh me jetën private të tij për atë shkakun që ka patur dikur me atë djalin, me të vajzën. Por ky nuk është problemi im, ky është problemi i tij dhe është jeta e tij personale. Unë pata konflikt me njerëzit që e dinin se familja ime kanë qëndruar shumë me familjen Ismail Kadares. Edhe Adriatic Lulli. Të fundit, sepse unë dua, qofse është e mundur, edhe për t'i qetësuar pak rrjetet sociale që merren me ju, të më bësh një përcaktim për çdo pjesëtar të kësaj foto. Tani, djali i madh, po e nis me djalin që të përfundoj, po e nis me djem që të përfundoj te një shoqe. Djali i madh përkatësisht në të gjitha parametrat, nga ajo moshe vogël që mbeti mua dhe kështu, edhe për nga karakteri më ka ngjarë mua. Ka marrë elementet më të mirë në nënës vet, mua mi ka marrë të mira dhe të këqija. I vogli është prerja ime komplet. Një qime kuq i vogël kështu kam qenë unë. Po, dhe kur pam fotografinë e familjes, me thënë të drejtën, kishte, edhe kur janë dy vlezër, edhe kur janë plus minus në këto diferenca etj, ishte si një përsëritje interesante e familjes Mëm. Po, po. Pra, të paktën këtë ndjesi, kjo ndjesi merret duke parë foton. Po, zëma ime. Realisht, ky i madhi është racional, kurse ky i vogli është njeriu më i dëgjueshëm dhe më social në botë. Bab, të dua shumë. Ikëm, vjen puthëm të fshehura, ikën, bab mos e bëhet. M'fal. Jo, mos kërko falje, po thjesht mos e bëj. Është për mua të paktën është më mirë i edukuar se unë kur kam qenë moshë e tij. Flasim për bashkëshorten e cila është mësuese anglishte, edhe unë bëj shaka një herë kur
si çdo çift dhe neve, dilan nga dhoma se po bëj këtë dilan. Jo kam kurse, ja po kështu i them ti, e ke shumë thjesht. Ti më mësues anglishte. The dog is under the table. This is a pen, this is a pencil. Goce, unë duhet me kriju, duhet me dal, me bo me qesh, kam deadline. Ti e ke librin. Unë duhet me bo librin. Ka qenë e vështirë, si mendon ti, për të pasur një bashkëshort aktor të filmit e të teatrit, ose të teatrit të komedis, bashkë me të gjithë shka që sjell ajo, edhe me rrjetet sociale që shoqërojnë tash, kanë damllosur të gjithë situatën, e kanë çuar në nivele relativisht të shqetësuese, është kollajshme të martohesh me Marin Orhanës? Fallaj, aq kollaj e ka pas kjo. Mjafton të ketë patur dëshirë. Po. Dhe ne jemi rritur bashkë që fëmijë. Ne jemi një lidhje prej 26 vitesh, ku nuk dim, ndoshta më tepër. Edhe unë ngacmoj her pas here i them atë Barsaletën që zemër, po të shohësh i çift kapur për dorë, 6 muajt e parë është dashuri, është e sigurt. 6 muajt e dyta është vetë mbrojtje. Do më ruaj njëri tjetrin. Pastaj vjen me radhë, bësh gocë steze, gocë zhaje, derisa vjen keq me afut robit shtëpis. Vjen pikë që vjen keq me afut robit shtëpis. Është kjo një familje e kohës që jetojmë, domethënë si e shef ti të ardhë, për shembull, të bëj dy pyetje teknike. Mund ta konceptosh bashkë me zonjën që kur këta djem të martohen, ti jetosh me ta në të njëjtën shtëpi? Unë dua të jetoj me ta në shtëpi. Në qoftë se nuk më kanë hedhur nga dritarja. Bëm vaki, edhe kjo ndodh. Por më besoj që jam nga ata njerëz që dua të kem shumë njerëz përdallë. Ka qenë teatri i mjaftuar për të kënaqur ti, për të justifikuar gjithë këtë jetë prej kaq e kaq vitesh në komunikim publik? Ndonjëherë me veten kam menduar, kam thënë që, ore, e zem kishe ikë jashtë, kishe $90 milion. Dhe këtë e the me bindje. Vetëm ta leje këtë punë. Nuk e lej dot. Do kishe dashur që në televizion të bëje një program tjetër? Do ta bëj. Do drejtosh një program? Do ta drejtoj. Mund të ishe futur në Big Brother? Nuk e... Shiko... Për famë ças kanë bërë, thuaj, po... Po, me thënë të drejtën, më mjafton puna ime. Ajo është një punë, ndoshta të rrit kapacitetin në rrjetet sociale, rritën shikueshmëria, por ka raste që ai është një emision më i suksesshëm flas në këtë format, ndoshta edhe për formatin ton. Por e kam të vështirë, edhe nuk jam thotë që ti nuk jam aq, duhet më u bë harbut. Në një moment duhet bëhesh edhe harbut. Në një moment nuk jam tip që ngacmoj njerëzit, përkundrazi. I shkoj dhe i bëhem pjesë dhimbjes ti ose pjesë e problemit të tij. Nuk kanë shumë e veçantë është kjo që thua, që është shumë e veçantë, është betejë e madhe e Shqipërisë momentit. Të bësh harbut, mos bësh harbut, të jesh Sojli apo Sojsëz, është një betejë e madhe. E ka fituar betejën Sojsëzi dhe harbuti? Kam përshtypjen se ne Sojsëzët pëlqejmë. Po. Kjo është e bërë dallueshme në Shqipëri. Kjo është lehtësisht e dallueshme. Janë ata të mirët në krizë, domethënë nuk e duket vetja si e pak vlerë në kuptimin. Të mirët kanë përqenë gjithë kohës në krizë. Me që di nga historia të paktën këtu, edhe disa mira. Nuk janë seksi. Nuk i duhesh kujt. Nuk i duhesh kujt. Kur je i mirë nuk shet dot. Dhe më e bukur është që të këqijnë të përflasin. Si u bërë ka që keqti, ndërkohë ai është përbindësh. Po filmi? Filmi... Do më të kinematografia e Shqipërisë dhe Kosovës aktualisht. Sa akses ndjen që keti? Me thënë të drejtën, është kriju një lloj... Edhe në fakt, jo, unë kam një bindje që regjizor të caktuar punojnë me aktor të caktuar. Nuk është... Tash që nga koha e Hitchcockut dhe Coppolës, e Spielbergut, e të tjerëve... Edhe është dukshme, për shembull Denzel Washington punon me Ridley Scott, dihet pazari, është e sigurt. Scorsese punon me Leonardo DiCaprio. Edhe me De Niro. Edhe me De Niro dihet, por në ana tjetër kanë guxime dhe forcën sjellën frymë të re. Jo më larg se para një 2-3 muajsh luajta në një film që kaluam shumë mirë, por kam përshtypjen atë se duhen mbështetur çik më shumë.
Të mbështetet kinematografia. Patjetër. Unë kam një përshtypje që ja kanë përgjysmuar parat kinematografisë edhe e kanë shpartalluar padyshim. Po kjo ul nivelin, kjo ul cilësinë, kualitetin në të gjitha parametrat. Pastaj ka dhe një shprehje në shoku im që thotë që ne shqiptarët kemi një problem. Dhe në rastin konkret për kineman, ka qenë dhe dikur të paktën, thoshte ne vjedhim veten. Sidomos thoshte ne arkitektës, ai ishte arkitekt. Sidomos regjizor. Pse? Për shembull fitoi një film, thotë ai. Dhe është X lek. 30% i zhdukir që në fillim. Po dhe 20 ikin rrugës, ngelin 50, thotë, s'ndoli gjë filmi se s'kisha lek. E ke vjedh vetën që në fillim. Vetë sistemi të ndihmon në raport me këtë. Se qendra aq ka për të ndihmuar. Po gjetë mundësira tjera për të bërë. Në qoftë, kjo është pyetja e fundit do të bëj. Marini, në qoftë se Shqipërisë në momentet do të kishe bërë një foto, si do ta kishe përshkruar? Shqipërisë tënde të momentit, në Shqipërinë ku ti jeton. Jemi të vrapu, po vrapojmë. Puna është që harrojmë drejtimin her pas here. Dhe kjo të lodh. Pra, i herë vrapa ndik, do t'isha fut, harrojmë shpesh rrugën kryesore, futem me rrugicave, kthehemi prapë që të kapim rrugën. Në thelb krahasimisht, po ta marrësh me vitet kur unë kam qenë i ri fare, ka ndryshuar gjithçka. Po në të njëjtën kohë është bërë dhe shumë më e egër. Dhe normalisht bota është e egër tashmë. Shqipëria është përtej të egrës. Jemi bërë të egër me njëri tjetër, jemi bërë të egër për nga mënyra se si ndërtojmë, për nga mënyra se si ndërtojmë marrëdhëniet, ndërtimin thelb, ndërtimin tërësi është një problem që ne e kemi. Ne ndërtojmë marrëdhënie dhe ajo që me doj është që jemi kthyer në atë epokën që shikoj që të besoj. Po në fakt, bota ka ecur përpara me duke besuar dhe pastaj e ka shikuar. Besoj mirë, pastaj e shikojmë, se po besove do ta shohësh. Po ti nuk beson. Ti po se pe nuk beson. Kështu që duhet ndruar, mendoj. Intervista jonë e radhës do të bëhet pas 10 vjetësh. Intervista jonë e radhës do bësh po shtëpisë tënde, ku do hajmë një drek të bukur bashkë, edhe do bisedojmë sa të duash. Unë të jam shumë mirënjohës që ti erdhe dhe fole me mua. Edhe ishte shumë kënaqësi që u njoh me Orhanasit të e vjetër dhe të rinj. Ne të duam shumë. Të duam vërtet shumë. Faleminderit shumë. Faleminderit Julian. Të dashur teleshikues, kemi mbaruar bisedën me Marinin. Do të javës që vjen, unë do t'ju provokoj duke bërë një intervistë, të ti do m'japësh të drejtë kur të mbaroj transmetimin dhe ta them, do t'ju provokoj me një aktor jashtëzakonisht të veçantë të botës së komedisë dhe jo vetëm, i cili nuk ka bariera dhe eksperimenton e provokon me veten dhe me të tjerët gjatë gjithë kohës. Por duhet lexuar si një partitur, duhet lexuar në mënyrë të veçantë. Ne u ta lexojmë nëpërmjet tij, duke treguar ai për veten. Deri atëherë ju paçi një javë të mbar e të gjithë bashk një verë të